Forbes prezanton Betim Xhambazin, shqiptarin nga Zvicra që ndërton robotët e së ardhmes. Revista prestigjioze Forbes ka publikuar profilin e suksesit figurave të reja inovative ku emrat të përzgjedhur është dhe shqiptari Betim Xhambazi, një nga bashkëthemeluesit e kompanisë teknologjike Roboa. Roboa u themeluan vitin 2025 si një spin-off i ETH Zürich, një nga universitetet më të njohura në botë për shkencë dhe teknologji. Kompania u krijuar nga 4 bashkëthemelues: Alexander Kobler, Betim Xhambazi, Pascal Af Demor dhe Nicolas Aimon. Roboa po zhvillon robot të avancuar që mund të operojnë në ambiente të rrezikshme dhe të vështira për tu arritur. Pra shkurtimi do thot BOA robot, pra gjarpri robot, një nga përdorimet më të rëndësishme të këtyre robotëve është situata emergjente sipas tërmeteve, ku ata mund të futen në rrënoja për të kërkuar dhe të mbijetuarit. Përveç fushës kërkim shpëtimi, teknologjia Roboa po gjen aplikim në sektorin industrial. Robotët e kompanisë mund të ndihmojnë në mirëmbajtjen e implanteve dhe identifikojnë probleme potenciale në fazat e hershme, duke rritur sigurinë dhe duke ulur kostot. Në mesazhin që shoqëron profilin, Xhambazi thekson se suksesi në teknologji kërkon më shumë se sa njohuri profesionale. Inovacioni lind kur ka përcjehen barierat si teknike ashtu dhe personale, ka thënë ai.